Ato atë nuk mund ta di askush, por sipas shumë vëzhgimeve dhe sipas shumë analizave, duket sikur elitat iraniane, të cilat janë në një moment shumë delikat dhe shumë të vështirë, edhe në marrëdhëniet e brendshme dhe në marrëdhëniet e jashtme, kanë vendosur që të mos lëshojnë pe në këtë pikë, sepse lëshimi i perit në këtë pikë është më i dëmprurës për interesat e tyre se sa lufta. Gjithashtu duhet përmendur që Irani është gjithsesi një rajon ku ka armiq të shumt, por kur besoj që do të përpiqet që të shfrytëzojë dhe ndasitë midis aktorëve rajonal, flasim gjithashtu për Arabinë Saudite, flasim për Emiratet e Bashkuara Arabe, flasim për Turqinë, pra ka një seri vendesh të cilat, Katari duhet përmendur këtu, pra ka një seri vendesh të cilat kërkojnë të ruajnë pozicionin e tyre brenda rajonit të lindjes mesme, të cilat në çdo rast nuk janë fort të kënaqura që Izraeli të shpallë hegemoninë e vet të plot mbi rajonin, pavarësisht se në parim janë kundërshtar të jashtëzakonisht shumë të fortë të Iranit, sepse Irani është i vetmi aktor shiit në rajon, të gjithë aktorët e tjerë shiit, përfshi dhe Omani, nuk e kanë fuqinë e Iranit dhe është përballë gjitha fuqive sunite në rajon. Zotëroj, nga ana tjetër, e gjithë kjo do të kishte pasoja ekonomike, pra i gjithë ky sulm, çdo tension me Iranin sigurisht do të prekte menjëherë edhe tregjet e naftës, por edhe sigurinë energjetike globale. Sa do të rënditej ekonomia botërore nëse do shpërtente një konflikt i hapur, zotëroj? Rreziku është që kjo të ndikoj, një luftë e mundshme të ndikoj jo thjesht në rezervat që Irani i jep botës, pra jo thjesht në naftën që Irani ja shet Kinës dhe vendeve të tjera. Me qira fjala, as Kina dhe as kusht tjetër që importon naftë bruto nga Irani nuk e bën me çmimin e plot, e bën me një çmim jashtëzakonisht shumë të ulur, $68 për fuqi sipas raportimeve të Reutersit, dhe ndërkohë që çmimi i Brentit është shumë më i lartë sot, dhe nuk bëhet haptazi, pra Kina përfiton edhe nga tregtia me naftën e Iranit, të cilën e merr në mënyrë jo të drejtë për drejtë, pra jo zyrtare, është një industri e tërë në qytetin Shandong, e cila merret thjesht me të ashtu quajturën tregti, për që është kontraband e naftës Iranit, për të mos pasur firmën e qeverisë kineze dhe qeveria kineze për të mos qenë pastaj e dëmtuar nga embargot të ndryshme të Amerikës ose nga tarifat e Amerikës që vinë nga tregtia me Iranin. Pra, Kina është duke luajtur një lojë shumë delikate, por për të kthyer pyetjes tuaj çfarë do ndodh me ekonominë botërore. Përveç kësaj ka dhe një problem tjetër shumë më të madh, që është ngushtica e Hormuzit, ku kalon një pjesë konsiderueshme e naftës botërore, dhe kjo do të shkaktonte shumë çrregullime në tregtinë e naftës botërore dhe sigurisht luhatje në çmim, dhe luhatjet në çmim janë shumë të dëmshme për ekonominë botërore, dhe kjo do të ishte një përshkallëzim edhe më i madh i kushteve për një përshkallëzim të konfliktit. Sepse në fillimi i një konfliktit midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit mund të bjerë në një luftë të paktën rajonale, ndoshta edhe më gjerë. Zotëroj, nga ana tjetër, mendoni se do të sillte një sulm pra ndryshim të madh në të gjithë balancën e fuqive ndërkombëtare? Kjo mbetet për të verifikuar. Synimi i palëve është që të mos çrregullohet balanca e fuqisë, por siç e thash më parë, në rajonin e lindjes mesme, balanca e fuqisë duhet të ose të paktën në vështrimin e disa prej vendeve, balanca e fuqisë duhet të rikthehet, sepse tani më ka një shtet që është jashtëzakonisht shumë më i fuqishëm ushtarakisht dhe ekonomikisht, dhe që ka mbështetjen e superfuqisë më të madhe në botë që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ky vend është Izraeli, pra dominimi nga pikpamja ushtarake dhe ekonomike i Izraelit është tani më pjesë
bisedimeve ose pjesë e problemeve të përditshme të lindjes mesme. Por, në të njëjtën kohë, nuk është që as Irani, as Arabia Saudite, as Turqia dhe as vendet tjera, as Emiratet e Bashkuara Arabe janë pa fuqi. Për sa i përket vendeve arabe, po përpiqen që të bëhen pika kyçe të teknologjisë dhe me anë të teknologjisë të ribalancojnë pozitat e veta, e të tjera. Nga pikpamja ndërkombëtare, duhet harruar që ka një aleancë të shpallur të Rusisë, Kinës dhe Iranit për t'ju kundërvënë fuqisë të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sidomos në një pikë kur Evropa është një aleat i pa nuk mund të mbështeten shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës në fuqinë ushtarake të Europës tani më, sepse Europa e ka fuqinë e vet jashtëzakonisht shumë të ulët në krahasim me atë çka përfaqëson ekonomikisht. Atëherë çështja shtrohet se çfarë do të ndodh nëse Irani arrin të rezistojë, nëse Kina dhe Rusia haptas jenë mbështesin atë. Përshkallëzimi është jashtëzakonisht shumë i mundshëm dhe është një nga rreziqet që analistët path nxjerrin në këto ditë. Zotëroj, mirë, për ta mbyllur këtë çështje dhe më pas për të kaluar pak edhe tek Rusia dhe Ukraina, ndërkaq presidenti i SBA-s Donald Trump ka shprehur zhgënjim për mungesën e një garancie të qartë pra nga ana e Iranit. E shihni këtë sulm ndoshta si rezultat të dështimit të negociatave apo ndoshta është më shumë pjesë e një strategjie presioni? Zakonisht, shtetet e mëdha kur transferojnë asete ushtarake të nivelit që janë transferuar tani, domethënë nivelit të parë më parë deri qysh nga lufta e gjirit. Atëherë duke ditur që asetet janë në të gjitha llojet e mundshme, ajrore, detare, deri edhe të këmbësorisë, përgatitje për mësymje edhe nga pikpamja e këmbësorisë e të tjerë. Mendoj se zarat janë hedhur, siç thonë disa njerëz, dhe është e pashmangshme që do të ketë paktën një lloj ndërhyrje. Cila do të jetë shkalla e kësaj ndërhyrje, sa gjatë do të shkojë dhe nëse do të përkthehet pastaj në një konflikt të vazhdueshëm, kjo mbetet ende për tu parë. Negociatat e kanë pjesën e tyre, por nuk mendoj që varet nga negociatat. Unë mendoj që vendimet përkatëse janë marrë dhe tani po përpiqen të dyja palët që të gjejnë një konsensus të mundshëm në marzhe, por rruga e të dyja palëve, edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, po me sa duket edhe Iranit, duket se është e përcaktuar. E qartë. Zotëroj, nga ana tjetër, ka pasur një bisedë telefonike mes presidentit Ukrainës Volodymyr Zelenski dhe presidentit të SBA-s Donald Trump, ku këtu me takime ndërkaq të planifikuara në Gjenevë dhe në një format trepalësh pra në fillim të marsit, diplomacia ndoshta duket sikur po lëviz nga një fazë në tjetrën. Si e shihni